Me shpalljen e ekipeve kampione në kategorinë e djemve dhe vajzave nga Shqipëria, Kosova, Turqia, Rumunia, Moldavia dhe vendi një goqir Maqedonia e Veriut, që u mbajt në sheshin Iliria në Tetov, përfundoi kampionati ballkanik i volejbollit në rër për moshat nën 22 vjeç. Titulli kampion ballkanik në kategorinë e vajzave i takoi reprezentacionit të Rumunisë, pasi në finale mundën ekipin Turqia 1, ndërsa në kategorinë e djemve, kampioni Ballkanit u shpall ekipi 1 i Turqisë, që mundi ekipin e Turqisë 2, me rezultat 2-0 në sete. Kupat dhe medaljet e ekipeve fituese u andau kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, dhe Petar Jovanovski, kryetari i Federatës së Volejbollit të Maqedonisë. Pas përfundimit të këtij eventi, kryetari Kasami falenderoi të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin perfekt të këtij spektakli të madh sportiv, që për herë të parë mbahet në Tetov. Tetova do të mbajë gjatë këtë organizim dhe sigurisht që vitet e ardhshme do të bashkë organizojmë edhe kampionatet e tjera. Edhe njëherë urime fituesve të konkurencës së djemve dhe të vajzave, vërtet që me merit e arritës kësaj fitore dhe uroj që të kenë edhe suksese tjera. Gjithë ekipeve pjesëmarrëse falenderojmë dhe urojmë shumë suksese. Në fund të manifestimit, kryetari Kasami ndau mirënjohje për Agron Hajredinin për medaljen e fituar në Olimpiad për sportist me nevoja të veçanta. Shumë mirë ndihem me këtë minjore që ka e mora, se ule përsëri dhe të arriti rezultatit, nuk ndale, ushtroj edhe ndale dhe të vazhdoj përsëri me këtë medalje. Në ndeshjet për vendin e tretë dhe medaljet e bronzt, në kategorinë e meshkujve, ekipi Moldavia 2 mundi ekipin Moldavia 1 me rezultat 2-1 në sete, ndërsa në kategorinë e vajzave, Moldavia mundi Turqinë 2 me rezultat 2-0 në sete. Ndryshe, kampionati ballkanik i volejbollit në rër për moshat nën 22 vjet ishte kjo hera e 5 që organizohet nga Federata e Volejbollit të Maqedonisë, dhe atë 3 herë në qytetin e Shtipit, 1 herë në Strumicë dhe tani në Tetov.